Çfarë ka ndodhur sot në mbledhjen e Këshillit? Sot në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Rrethit Pogradecit u vendos për dhënien me qira të tokave që neve janë kullota të fshatit Çarravë. Këtu edhe e kemi thënë edhe në mbledhjet e tjera, edhe në intervistat që na kanë marrë, janë kullotat e fshatit Çarravë këtu edhe shumë kohë përpara. Mirë po duke ditur këta që neve protestuam herën e parë për ato që ishin kullota, edhe e kishin tjetërsuar prap. Ato që ishin kullota nuk i kishin futur në mbledhjen e Këshillit, po edhe këto që kanë erdhur biles më afër sallave tona, që aty neve na prishet edhe më keq puna, se baktit tona sa fillojnë dalin nga stalla, direkt do përplasen me zotërinë që do viti marrë ato toka me qira, se si diskutohet kjo. Edhe njëjta gjë është, neve nuk mund të kalojmë prapë nga kullotat e tjera pasaj. Se nëse ky na gëze territorin aty ku neve dalim direkt nga stallat tona, i bie që neve nuk kalojmë dot nga kullotat e tjera. Dhe për atë punë që jo janë pemtora, nuk e di unë se çfarë ato kanë qenë kullota që në kohën e vaktit, po me pushtetin që ishte dikur atëherë i kthen pemtore. Tash këta i quajnë pra pemtore. Kur ato, e sot e kësaj ditë, ka këtu e 30 ditë që ngelen kullota siç kanë qenë dikur edhe vazhdojnë të jenë kullota. Tash i kanë bërë prap. Zotëri, çfarë do ndodhi? Vendimi u miratua sot. Ne nuk do dalim. Ne do vazhdojmë të bëjmë protestat tona, edhe ai zotëria që do vi ta marrë me qira aty, do ketë probleme me fshatin Çarravë, se nuk do ta lejmë gjën neve të vit na i ver kufin aty ku do ai. Ata mund ta votojnë, bëjnë si të duan, por neve nuk do ta lejmë gjën. Ne bëhemi 20 lektorë që jemi individër. Plus që kemi marrë edhe nëse ne heqim ato, se kemi thënë shumë mirë, nëse neve na ikin ato bakti, ikin edhe dylymet që kemi marrë të fshatit në Çarravë, se po ti veshre, dylymet që janë marrë me qira, janë vetëm dylymet që kemi marrë ne fermerët. Nëse neve i heqim ato bakti, ata dylymet do ngelen biles nesër pas do viti marrë ata dylymet edhe fushat aty, se siç është thënë, nëse ne i lëm ato, i heqim ato blegtori, se unë jam i detyruar të heq ato blegtori tash. Nëse ai më kullotën. Nëse ne i lëm, do lëm edhe ato toka që kemi marrë me qira poshtë. Se s'ka pse. Genzi Besholli nga Çarrava. Faleminderit. Atëherë, çfarë ka ndodhur në mbledhjen e sotme të Këshillit dhe pse keni hasur përsëri rezistencën e banorëve? Okej, atëherë në mbledhjen e Këshillit, Bashkia kishte paraqitur një projekt vendim për dhënien e disa tokave bujqësore me qira, të cilat janë pemtore, dhe banorët erdhën dhe kundërshtuan. Për çfarë do të jepen me qira këto toka? Këto toka janë pemtore, me status pemtore, me certifikat pronësie nga Bashkia Pogradec dhe do jepen për qëllime bujqësore, siç e thotë dhe ligji për mbrojtjen e tokës. Po mirë, pse deri më sot kanë qenë në funksion të banorëve për kullota dhe sot do jenë me statusin e pemtoreve? Sepse sikudo në Shqipëri zaptuesi bëhet pronar dhe Bashkia ka menduar që këto toka të zhvillojë dhe të marrë të ardhura nga prona e saj. Po me banorët çfarë do ndodhi atë? Me banorët, me kërkesën e banorëve, Bashkia ka reaguar dhe pjesën e kullotave që ka qenë kullot është hequr nga projekt vendimi dhe gjithë pjesa që ata pretendojnë që është kullot dhe që përdoret nga ata është lënë e lirë. Pjesa tjetër që është pemtore do jepet për zhvillim bujqësor dhe plotëtar. Pra nuk bëhet fjalë për ndërtim parqesh fotovoltaike. Ligji e lejon ndërtimin e agrovoltaikëve në toka bujqësore, kur ato kanë bonitetin 8 dhe 9, por ka një udhëzim të caktuar të shprehur hollësisht, i cili përcakton rrugët që duhet ndjekin secili kërkues. Ne jemi të hapur që dhe banorë të ndryshëm me projekte të mirëfillta mund të aplikojnë për të marrë të toka për qëllimet e tyre bujqësore ose plotërore. Atëherë, siç e patë edhe vetë, pati një moment tensioni, sepse antari i Këshillit Bashkiak, zoti Ëngjëll Shyti, u ngrit edhe na kërcënoi për shkak të asaj që thash unë, por në moment acarimi, tensioni, sepse kuptohet pasi u miratua vendim për cilin ne ishim totalisht kundër, dhe ne i paraqitëm të gjitha argumentet, kryetari i bashkisë tha jo, këto janë teka, është e pavërtet, dhe deri në momentin që situata ishte shumë e qetë, shumë normale, çdo gjë ishte racionale. Pra të gjitha argumentet që paraqitëm ne dhe i kemi paraqitur vazhdimisht, dihen dhe janë shumë të arsyeshme. Në këtë moment kryetari i bashkisë tha kjo është tek edhe hajde ta miratojmë vendimin. Pra kjo është e papranueshme. Kështu që nga ky moment ndodhi edhe tensioni me antarin e Këshillit Bashkiak. Tani, ajo çfarë duhet dihet me siguri, ne nuk kemi për ta lënë këtu këtë punë. Edhe për këshilltarët turp të kenë, ata që kanë mbajtur këtë qëndrim që nga fillimi, ata që e ndryshuan më vjen shumë keq që duhet të gjendeshin përballë kësaj situate.
ose që ata ishin të detyruar të ndryshonin bindjen e tyre, është e papranueshme. Më vjen realisht keq për gjendjen ku janë, për ata, jo për mua. Kështu që praktikisht kjo punë nuk ka për të ngelur këtu. Të gjithë ata që votuan për turpe paçin dhe ne do vazhdojmë ta ndjekim në të gjitha hapat ligjor, do vazhdojmë ta ndjekim ligjërisht çështjen. Dhe ashtu siç e tha edhe Genci me të drejtë, ajo është e papranueshme sepse i gjithë komuniteti është i prekur atje. Kështu që praktikisht ne do luftojmë sepse s'kemi çfarë bëjmë. Pik. Prekur brez pas brezi se ky personi që do vija. Ajo që nuk donim të gjithë sot ndodhi. Bashkia e Pogradecit është autore e këtyre konflikteve sociale që po ndodhin midis banorëve të prekur nga këto vendimarrje dhe tashmë ata të cilët do të vinë dhe do të zaptojnë këto toka. Dua të denancoj presionin që është ushtruar mbi këshilltarët bashkiak që sot të ndryshonin vendimarrjet e tyre dhe të miratoj ky projektvendim. Ky projektvendim, siç e kemi thënë në krye të herës, prek në mënyrë të drejtë për drejtë të gjithë komunitetin e Çarravës, sepse zhvillojnë ekonominë e tyre nëpërmjet blegtorisë dhe bujqësisë. Duar të errta duan të futen, siç janë futur rëndom tashmë në Bashkinë e Pogradecit, për të rrëmbyer të gjitha tokat blegtorare, për të kthyer ato në paqe fotovoltaike, por gjithashtu edhe në pjesë të cilat janë toka djerë. Pse ja them djerë? Shumë prej tokave që ka lëshuar Bashkia e Pogradecit, sot e shumë vite nuk zhvillohen. Pra janë përpjekur të përfitojnë nga fondet e IPARD-it dhe i mbajnë shumë këto toka djerë dhe akuzoj gjithashtu zyrtar të lidhur këtu që janë pjesë dhe fshihen mbrapa këtyre tokave të cilat lëshohen vazhdimisht. Këto akuza ku i bazoni, keni fakte konkrete? Unë i bëj thirrje të gjitha mediave, sidomos atyre emisioneve investigative, të kërkojnë informacion në Bashkinë e Pogradecit, do të shikoni që ka shumë toka që janë marrë nga drejtorët e bashkisë. Ndërkohë edhe diçka, nga ana e ekzekutivit është pretenduar që janë bërë ndryshime në projekt vendim. Pse përsëri keni kundërshtuar? Pra janë përmbushur kërkesat e banorëve. Pse ka pasur përsëri kundërshtim? Kjo është e vërtetë, pasi në fillim ishin rreth 70 hektar, janë hequr pothuajse gjysma e kësaj sipërfaqe, por këto toka janë, kullota janë bashkë, pra pengojnë aksesin tek kullotat e tjera dhe janë shfrytzuar vazhdimisht nga këta banorë. Pra janë të lidhura me njëra tjetrën dhe argumentet më mirë se sa banorët nuk mund t'i them unë, ata i thanë të gjitha pretendimet e tyre në shi. Vendim i pa zbatuar. E pra. Me qenë se fole me qenë se u ngritë ke edhe disa detyra, edhe nga kreshe, sa i përket rritjes të borxhit publik, edhe për shumë kompani tjera që trajtojnë. Kush është që referoj dokumenta? Refermo. Të kujt, pa më thuaj pak, të kujt. Mbarova të flasë njëse. Kush rregull? Po, si thot? Lexoj. E pra. Atëre, të lutem ver kronometër aty. Po, ver kronometër ta shkojmë të gjithë. Në rregull. Dhe kam të drejtën edhe të replikës, sipas rregullës. Ja, po flas me këtë. Po pikërisht kur u caktua dita, unë jam që sot data 10 jam për këto ditë. Po tani ta lexoj. Nuk më merr. Ju nuk kanë çfarë të shikoj. Nuk thash. Brenda një jave, mbetet kur të hidhet këtu për miratin e preventivit në dijetin time ka ardhur vetëm me ndryshime dhe nga ana procedurale për sepse këtu ngritën kartona se kur u vendos dita e mbledhjes dhe ora. Data u tha dhe ora u tha. Por, Po, e caktuam ajo. Është mbledhje që jemi sot. Ishim pika që jemi gjithë jemi dëshmitar. madje mbledhja është rrallë, u tha terminologji në momentin kur do të vinte kryore, thanë që ne ta vete shumë gjatë deri në fund të muajit. Mbarove, ç'është fjalë. Jeni përgjegjës apo? Do dalet se
Tani më falë, të bëra ju pse keni këtë mënyrë tash për të penguar për të se nuk keni durim të çonë. Se nuk keni durim, e kuptoj edhe një gjë, që sot jeni të presionuar. Po. Jeni të presionuar, jo ti sa ti që do të mund provë. Edhe njëri, ti do provë. Ata të cilë kanë do provë. Dhe thonë, që bashka ka shumë presion nga administrata. Edhe ti kujdes për më thesh mua. Unë të them rritin e ditës. Gjithmonë të tregon si shqiptar, si koleg. Rritin e ditës, jo jashtë rritin e ditës. Por për toka të çfarë pra? Rritin e ditës çfarë kemi Për toka të çfarë? Po jo më tash ja jeni në mua për sa kohë. Asnjë jasë shkim. Do unë jam një i mirë do të gash ashtu siç di unë, siç kuptoj unë. Një pëlqen, si pëlqen dikujt është problemi i jo problemi. Do të thonë janë Ora marrë. ata do të jesh ne aty që si thonë që kushat e ne do të jesh aty. Se ai ka si çibana. Prandaj po them, edhe një unë dëgjova djalin thoni shumë. Me qetësi të lutem. Ka ja drejtoras për ata që do të shkoni. Kur të tenderohen, kur të shpata të në lejë. Pullot e kish e morja Yra me Driu atje deri pentore. Ajo ka qenë pullot. Tani kjo është tek. Po faktikisht ajo kullotë Kjo është tek. Kullota ti hoqën si shtat. Po mirë, faktikisht. Po edhe kjo pullot është proprietar atje, pullot është për moment. Pavarësisht se aty quhet pentore. Se mund të jetë shkruar pentore. Po mirë më mirë dakord dhe i paguajnë taksën e atyre pentoreve, neve jemi dakord që nesër, edhe 2024, edhe 2025, edhe më përpara do paguajmë, edhe 2026 do vi ta paguajmë, po jo të vi burri botës, nuk e di unë pe azululuje, nga është ajo na i marri na i munan mesa, ke pyp, e na i rrethoj tokën. A kemi ardhur ne para 4 vite me kryebllakun e me atë administratorin që kemi diskutuar. I kemi kërkuar për me qira. Po, ja ku është dita. Ta miratoj, po të hyri për ta marrë. Kemi ardhur këtë temë. Janë të tjerë të interesuar se janë investitor strategjik ata dhe investojnë. Kemi diskutuar kemi ardhur ka 4 vite, 3 vite. Ja këtu në bashkipin në administratorin e me kryebllakun. Që na kemi njerëz motorinë. Kjo jo na i bëjë shkurt, ka në shkurt, nuk bëj. Edhe ai na ka thënë, nuk jepin këto, nuk janë për juve. Po me këtë na kanë fitë dymë apo çfarë, na bëjë Abstenim. Atëherë janë 3 kontra, 1 abstenim. Faleminderit. Vazhdojmë me projektin. Nuk është tekë kjo, nuk është tekë. Votojmë, po nëse mund të vi ato nga presidenti te atje. Nuk është tekë kjo. Është e vërtetë, hajde ri shikojeni atje. Nuk është tekë. Edhe turp të keni, turp. Të gjithë me emra, turp të keni. Turp se nuk është tekë. Legenda. Legend janë burrat, jo gra, ti e burrë legend. Po nuk se vajta ditë të përrashtë nga I trego atë burri vaj kontent. Hajde ma trego mua atë burri vaj kontent. Ma trego legend, tishte montra jote këtu, do I thoshe legend. Tishte montra jote, do I thoshe legend. Nuk I dash shumë pasur. Jo, ai do I thoshe legend për montra tia. Tishte montra tia. I nuk të... I montra ai Absolutisht nuk janë politikisht në atë karrige. Janë për të përfaqësuar gjithë Po, pikërisht atë llafu thashë unë. Janë syri e veshit tonë. U fut jashtë ligjit, e mbrojtën aty, u futën e thash votën time. Gjithkush ndjen personalisht, nuk do të isha vetëm kaq. Nëse s'kan frikë ligjin, po si nuk kanë frikë Zotin kur do këtojnë. Zotin, tash vetëm Zoti ngeli se për ligj nuk pas ka frikë. Nëse sot janë të fortë para ligjit dhe nuk duan t'ia dinë, duhet të jenë frikë Zotin. Nuk ka ç'kisha. Zoti është. Tash nëse kanë fëmijët e tyre.
See it? Yeah, see it? Atëherë, çfarë ka ndodhur në mbledhjen e sotme të Këshillit dhe pse keni hasur përsëri rezistencën e banorëve? Okej, atë në mbledhjen e Këshillit, Bashkia kishte paraqitur një projekt vendim për dhënien e disa tokave bujqësore me qira, të cilat janë pemtore, dhe banorët erdhën dhe kundërshtuan. Për çfarë do t'i jepen me qira këto toka? Këto toka janë pemtore, me status pemtore, me certifikat pronësie nga Bashkia Pogradec dhe do jepen për qëllime bujqësore, siç e thotë dhe ligji për mbrojtjen e tokës. Po mirë, pse deri më sot kanë qenë në funksion të banorëve për kullota dhe sot do jenë me statusin e pemtoreve? Sepse si kudo në Shqipëri, zaptuesi bëhet pronar dhe Bashkia ka menduar që këto toka të zhvillojë dhe të marrë të ardhura nga prona e saj. Po me banorët çfarë do ndodhi atë? Me banorët, me kërkesën e banorëve, Bashkia ka reaguar dhe pjesën e kullotave që ka qenë kullot është hequr nga projekt vendimi dhe gjithë pjesa që ata pretendojnë që është kullot dhe që përdoret nga ata është lënë e lirë. Pjesa tjetër që është pemtore do jepet për zhvillim bujqësor dhe plotëtar. Pra nuk bëhet fjalë për ndërtim parqesh fotovoltaike. Ligji e lejon ndërtimin e agrovoltaikëve në toka bujqësore, kur ato kanë bonitetin 8 dhe 9, por ka një udhëzim të caktuar të shprehur hollësisht, i cili përcakton rrugët që duhet ndjekin secili kërkues. Ne jemi të hapur që dhe banorë të ndryshëm me projekte të mirëfillta mund të aplikojnë për të marrë të toka për qëllimet e tyre bujqësore ose plotërore. Aq parti